Madje, ne nuk ndalojmë dot askund. Ne shkojmë dhe duhet të kthehemi. Dhe kur shkojmë, ju e dini vetë se me siguri të gjithë e keni kaluar një herë kufirin, të paktën një herë kufirin e Bashkimit Evropian, kur sapo shkon te përballë pikës së kontrollit, shef që ka dy kategori qytetarësh, udhëtarësh. Një kategori janë ata të BE-s, edhe ka një tabelë atje me atë kurorën e yjeve, që thot këtu kalojnë qytetarët e Bashkimit Evropian, dhe një tjetër thot të tjerët. Dhe ata që janë me pasaportën evropiane po tani mund ta hiq një Olsi, mund të më lesh mikrofonin atë më burr. Po dhe më e bën ti këtë punë, di. Nuk e ka posimën e ke nga ajo që je prokuror dhe do me është smundja jote profesionale. Të rrije ty. Po thosha që ndërkohë që ata hynë edhe ikin, thjesht tregojnë pasaportën dhe askush nuk i kontrollon, ne futemi në radhë edhe kalojmë ke një polic. Edhe polici urdhro, po pse më këtu e le këtë punë më. I ka fut kokën mu këtu afër qafës një shoqes vetë aty edhe i flet. S'ka pas ku me kap tjetër edhe e ka gjetë rastin këtu ke Shqipëria 2030. Po mirë më rregull. Të gjitha bashk, trashgoheni, po edhe po u trashgut. Po qa mi ngre dhe ato dy kishta tashi, apo për të thonë që jemi dy, e mora vesh jeni dy. Po qa mi ngre dhe ato dy kishta? Ha? Shive. Do jesh i lulit i ke ardhë për të pa atmosferën. Shumë mirë ke, po ullu të shi. Ashtu, bravo. Po karikës mund të keshti, ju jeni për ne në kom, për të ullemi ne. Kështu që rri me ne, puno me ne, bashkëpuno me ne, voto bashkë me ne, dhe gjesh dhe ti i karike pa tjetë. Për momentin do rish më kom të shi. Apo u bone gjelos për atë që ke për para. Janë bosi kështu si zoqët e korbit, i kalon luli rrugëve një knej, një anej, s'me vesh ku janë vinë, hynë, dalin, du karike, s'kam karike, konfuzioni madh. Ajo që policia atje në atë pikën e blokimit në radhë fillon edhe thot, është gjithmonë e njëjta gjë. Ku po shkon, sa le ke, kush s'ka ftu, a keni rezervim në hotel, sa do rish, kur do ikësh. Pa hy akoma, kur do ikësh. Eksaktësisht sepse pasaporta jon nuk presupozon qëndrim. Presupozon hy dhe ikë. Ndërkohë që pasaporta e BE-s presupozon që ti e para herë nuk ka më asnjë arsye dhe nuk të kërkon askush të ndalosh askund, sepse je brenda një perimetri ku jenë Shqipëri, jenë Francë, jenë Irlandë, apo jenë Poloni, është e njëjta gjë. Njësoj si ti jesh në Lezhë, në Korçë, në Elbasan, apo në Tropoj. Dhe e dyta, sepse nëse sot dikush do të rri, atëherë duhet shkoj të kërkoj azil. Duhet bëj sikur është i persekutum. Ndërkohë që arsyeja pse do të rri është që të kërkoj një mundësi për punë. Ose duhet rri si ilegal me shpresën që nuk do ta kapin
derisa të bëj ca punë të zezë dhe të bëj ca lek për t'i sjell këtu, ose më e keqja fare pastaj është që për shkak se ka harxhuar për të shkuar dhe do që patjetër t'ja dali, sidomos kur është moshë 3, bie pre e rrjeteve të krimit organizuar që i japin mundësinë që normalisht është një mundësi që pasaporta europiane EBS ja jep të gjithëve. Kështu që këtu fillon dallimi shumë i madh. Për të vazhduar pastaj me studimet, nëse sot juve mendoni të shkoni studioni jashtë në Bashkimin Evropian, do të shkoni si student të huaj. Do të përpiqeni të përfitoni nga kuotat e studentëve të huaj dhe do të keni tarifa shumë më të larta se sa çfarë duhet të shpenzojnë ata që janë pjesë e EBS. Pra një student polak që shkon në Spanjë është eksaktësisht njësoj si një student spanjoll, me të njëjtat të drejta. Sepse thash, është njësoj si të shkosh nga Lezhë të bësh universitetin Tiranë. Ndërkohë që një student shqiptar që shkon në Spanjë është student i huaj. Dhe ata nuk i ndajnë në BE studentët në spanjoll dhe të tjerë, apo në francez dhe në të huaj, apo në italian dhe në të huaj, ata i ndajnë në student europian, pra të BE-s dhe student huaj nga jashtë BE-s. Tjetra është që mbasi mbaron studimet do të kërkosh një punë, mund ta kërkosh njësoj siç do ta kërkoje këtu në Shqipëri. Dhe nëse e gjen një punë, mund të qëndrosh njësoj si do të qëndroje në një punë këtu në Shqipëri. Askush nuk thot që nuk je i këtushëm, nuk e leje qëndrimi, nuk e leje punë, të gjitha këto janë automatike. Menjëherë me atë pasaportën shqiptare të Bashkimit Evropian. Ka vetëm një gjë që ndryshon tek pasaporta, nuk është më Republika e Shqipërisë vetëm, por është dhe Bashkimi Evropian. Dhe ne kemi në pasaport edhe anglisht Republic of Albania passport, ndërkohë që pjesa anglisht do të jetë European Union passport.